Numri i vizitorëve në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë ka pësuar një tjetër rritje të ndjeshme në krahasim me një vit më parë. Kozeta Halili, drejtuese e këtij muzeu, thotë se muaji maj është ai që ka patur fluksin më të lartë të vizitorëve në këtë muze. Halili konfirmon se Muzeu i Vlorës vetëm përgjatë muajit maj e kanë vizituar 3501 vizitorë. Po, është e vërtetë që numri i vizitorëve këtu në Muzeun Kombëtar Pavarësia Vlorë është rritur dhe është rritur ndjeshëm, duket jashtë mase. Kjo duke filluar që nga janari, shkurti, marsi, prilli dhe maj, tani që ne e kemi mbyllur, me rreth vetëm për majin rreth 3501 vizitor. Është duket një shifër kolosale e madhe, por kjo dhe falë promocionit që ne i kemi bërë Muzeut Historik, Muzeut Kombëtar Pavarësia Vlorë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që zhvillojmë, pra ky është një muze jo vetëm që përfaqëson anën historike tepër të rëndësishme, po për ta bërë këtë edhe më aktive nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që ne organizojmë këtu, nëpërmjet tematikave të ndryshme edukimit nëpërmjet kulturës dhe bashkëpunimeve të ndryshme me bashkinë, me entitete të ndryshme, me nxënësit, me kopshtet private apo shtetërore. Drejtuesja e Muzeut të Vlorës bën edhe një krahasim të shifrave të vizitorëve në 5 muajt e parë të këtij viti me atë të një viti më parë, duke ju referuar këtyre shifrave. Halili thotë se në çdo muaj në krahasim me vjet numri është më i lartë. Në total të shifrave, Kozeta Halili thotë se jemi 155 më lartë se një vit më parë. Patjetër, sepse ne ecim me numër të vizitorëve, me statistika, dhe mund të them që duke bërë një krahasim nga viti 2024 me vitin 2025 për janarin, nëse keni kohë dhe t'i marri muaj për muaj, nëse janari ka qenë 142 vizitor, ka shkuar në 158 vizitor. Për shkurtin, 145 vizitor ka vajtur në 423 vizitor. Për muajin mars, nga 181 vizitor, ka shkuar në 464 numri i vizitorëve. Pra, në total nga 418 ka shkuar në 1045. E përkthyer kjo në përqindje, rreth 15% ngritje. Më lartë se një vit më parë. Sipas saj, kanë dominuar më tepër shtetasit e huaj, ku 70% e numrit të vizitave e përbëjnë të huajt nga shtete të ndryshme të Europës perëndimore dhe lindore. Në këtë përqindje, sipas saj, futen dhe shqiptarët e trevave, të cilët janë vizitorët më besnik të Muzeut të Vlorës. Është një shifër e kënaqshme dhe një statistikë shumë e kënaqshme, që nga janari edhe deri në maj, numri vizitorëve është rreth 6450 vizitor. 70% e tyre janë vizitor të huaj. Këtu kemi gjithë pjesën e vizitorëve që vinë nga vendet nordike, kemi nga Italia, nga Gjermania, nga Spanja, por nuk duhet të anashkalojmë edhe shqiptarët që jetojnë në trevat e Kosovës, Maqedonisë, Preshevës, Podgoricës, të cilët këta vinë me studentët ose me nxënësit e shkollave të mesme, të cilët kanë dhe ato orët mësimore të tyre, edukimin nëpërmjet kulturës, për të parë gjithë traditat, kulturën, vendin e tyre. Pritshmëritë për sezonin turistik duke nisur nga 1 qershori deri në 31 gusht, janë që numri vizitorëve të jetë thuajse 2 fish më tepër se një vit më parë, por edhe shtatori apo tetori, sipas të gjitha gjasave, do të jetë më lart në shifra.